Më 17 prill të vitit 1922, në Tiranë u zhvillua ceremonia e përurimit të punimeve për ndërtimin e Shkollës Teknike Amerikane, një institucion që për shumë arsye do të zinte vend në historinë e Shqipërisë. Në fakt, shkolla ishte themeluar një vit më parë, më 1921, nga kryqi i kuq i të rinjve amerikanë dhe emërtuar Shkolla Profesionale Shqiptare, por se godina që të gjithë njohim prej fotografive të kohës, do të hidhte themelet vetëm në prill të vitit pasardhës 1922. Duhet pranuar se shkollat amerikane në Shqipëri u shfaqen menjëherë pas mbrojtjes që presidenti amerikan Woodrow Wilson i bëri tërësisë territoriale të Shqipërisë në konferencën e paqes së Parisit në vitet 1919-1920. Disa prej tyre ishin shkolla e misionarëve protestant në Korçë, e quajtur ndryshe Shkolla e Kennedyt, Shkolla 8 vjeçare amerikane në Elbasan, Shkolla e mesme teknike bujqësore Golemi të Kavajës, e njohur ndryshe dhe si Shkolla e Charles Eriksonit, Instituti Kiriaz në Kamës, i administruar nga motrat Sevastide Parashjevi Kiriazi, si dhe Shkolla e mesme teknike e Tiranës, e njohur ndryshe dhe si Shkolla e Harry Fulcit. Duhet theksuar gjithashtu se këto shkolla jo vetëm e ngritën arsimimin e fëmijëve dhe të rinjve shqiptar në nivelet e barabarta me arsimin e vendeve të zhvilluara të Europës, por shërbyen edhe si katalizator tepër të rëndësishëm për futjen e frymës anglosaksone në arsimin shqiptar të kësaj periudhe. Shkolla Teknike e Tiranës identifikohet më së shumti me emrin e Harry Fulcit, që ishte drejtori i saj për 11 vite, edhe pse përpara tij ishin dy protagonistë të tjerë të rëndësishëm. I pari ishte kapiteni George Crowley, i cili kishte ardhur në Shqipëri në vitin 1920 si drejtor i një projekti të kryqit të kuq për edukimin dhe arsimimin. Ende pa mbushur muajin e tij të parë në Tiranë, ai i shkroi kryqit të kuq se formimi në janar i një qeverie shqiptare shihet si një augur i mirë për themelimin e një shkolle teknike amerikane. Përpjekjet e para me autoritetet vendore u bën për përcaktimin e vendit se ku duhet të ndërtohej shkolla. Gjatë bisedave me shqiptar të veçantë, atij u sugjerua një ndërtesë pjesërisht e ngritur, të cilën turqit e kishin nisur për ta bërë kolegj. Protagonisti tjetër ishte Charles Hollingshead, ndër të parët mësues profesionistë që zgjodhen të vinin në Tiranë dhe t'i jepnin jetë projektit. Ndërkaq, Harry Fulci mbriti në vitin 1922 duke marrë postin e drejtorit, të cilin e mbajti deri në vitin 1933. Aftësitë e tij si mësimdhënës, administrator dhe diplomat do të ishin vendimtare për mbijetesën dhe forcimin e Shkollës Teknike Shqiptare gjatë viteve 1922-1933. Njëkohësisht drejtuesit e shkollës fituan respektin e dashurinë e gjithë atyre shqiptarëve që patën mundësinë të njihen me punën e tyre. Shkolla ishte thellësisht profesionale dhe i pajiste studentët me njohuritë praktike, më tepër se me njohuritë teorike. Për më tepër, studentët ndërtuan me duart e tyre një shtypshkronjë komerciale, një central modest elektrik, një fabrik akulli, një oficinë mekanike, një fermë e të tjera. Po ashtu shkolla ndërmori disa projekte ndërtimi dhe u përfshi edhe në ndërtimin e legatës amerikane në Tiranë. Nxënësit e saj ndiheshin krenar për pjesët teatrale që vinin në skenë, apo për faktin që gazeta e tyre zuri vendin e parë në konkursin e organizuar nga Universiteti Columbia në Shtetet e Bashkuara. Pasi qeveria i dha shkollës që nga stërtoke me qira, studentët mbollën 2000 rënjë hardhi, dhurat nga populli i Vlorës dhe prodhuan perime të një cilësie konkurruese për tregun. Të ardhurat nga vjeljet e para ishin rreth $600 për mbi shpenzimet, ndërkohë që sasia e domateve të prodhuara shkoi deri në 3 tonë. Po kështu, me pajisje të blera në Shtetet e Bashkuara, shkolla u pajis edhe me oficinën e vet mekanike, ku studentët mësonin funksionimin e mjeteve industriale dhe bujqësore. Programi mësimor i Shkollës Teknike ishte i ngjashëm me programin mësimor të shkollat e mesme profesionale të Shteteve të Bashkuara dhe për këtë arsye, shumë nxënës të laureuar në Tiranë u pranuan në universitete me emër në Shtetet e Bashkuara dhe në Europë. Me kalimin e iteve, prindrit shqiptar nisën ta shihnin Shkollën Teknike Amerikane të Tiranës si mundësinë më të mirë për fëmijët e tyre. Kështu, nga 23 studentë që u regjistruan vitin 1922, 10 vite më pas shkolla numëronte mbi 500 studentë. Për fat të keq, në vitin 1933, pas 10 vitesh aktivitet, mbreti Zog u detyrua të shtetëzonte të gjitha shkollat e huaja pa bërë asnjë lëshim. Shkak për këtë veprim drastik ishte bërë përhapja dhe influenca negative e shkollave të huaja në edukimin e fëmijëve, sidomos e shkollave greke e slave. Deri në këtë periudhë,
Shkolla Teknike Amerikane kishte diplomuar 156 student, shumica e të cilëve ishin punësuar me përparësi nga qeveria në sektor të ndryshëm të shtetit dhe ekonomisë.